Sipura ca trimoshave të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës së Republikës. Kjo deklaratë të kryeministrit Edi Rama, i cili e konsideron si përplasje mes Gardës e punonjësve të Byros Kombëtare të Hetimit, ka bërë që të mos hesh kjo e fundit. Në një komunikim për mediat, BKH thekson se nuk ka patur asnjë përplasje, por një prej punonjësve të saj ka kërkuar të sigurohet për vendin se ku do të linte armën e shërbimit. Në hyrjen e brendshme të Këshillit të Ministrave, hetuesit janë informuar nga Garda e Republikës se sipas rregullave në fuqi nuk lejohet hyrja me armë zjarri në ambientet e brendshme të institucionit. Njëri prej hetuesve ka kërkuar sqarim mbi mënyrën dhe vendin e depozitimit të armëve. Garda e Republikës i ka orientuar që armët të liheshin në dollapet e posaçëm të sigurisë në hyrje të institucionit. Për Ramën, kritika e tij nuk kishte të armbajtja me leje, por siç thot ai përpat dijen etike dhe ligjore të anëtarëve të BKH, me kryerjen e veprimeve procedurale duke hedhur poshtë një debat mes palëve. Në reagim thuhet po ashtu se mbajtja e armëve nga punonjësit të BKH është e sanksionuar në ligj. Ata kanë cituar ligjin, sipas të cilit mund të mbajnë patllake, kur në fakt unë nuk i kritikova për armbajtje pa leje, po për padije etike dhe ligjore që i shtyu të donin të hynin në kryeministri me patllake, siç e thonë edhe vetë në deklaratë. Mëtej, kryeministri në reagimin e tij shton se ky nuk është një rast i veçuar. Për këtë arsye thekson se ka ardhur koha një reflektimi serioz për të ndarë garantuar suksesin e reformës në drejtësi, por pa rrezikuar liritë e të drejta dhe frymëmarrjen e administratës e të ekonomisë së vendit.